dhe mirë se u rikthyer në një tjetër video të kanalit tim. Ju që jeni të rinj, mirë se erdhët. Unë që jam Danja dhe ju ndodheni tek Danja's Channel. Dhe unë sapo hapa një vlog të ri për t'ju treguar juve stresin që kam kaluar së fundmi, por dhe sepse te ky vlog ju do shikoni udhëtimin ton në Rom. Unë do shkoj për herë të tretë në Rom, kurse Emreja do shkoj për herë të parë. Jemi shumë të lumtur sepse kemi kaluar peripeci përveç faktit që do vizitojmë Romën, domethënë. Por përpara se t'ju tregoj se çfarë kemi kaluar, dua t'ju vendos një klip nga një mos mu fik drita. Okej. Dua t'ju vendos një klip nga një video që filmova më përpara, po nuk do ta postoj, kështu që po e vendos këtu atë klipin. Është një, okej, po e heqim fare dritën. Është një Temu Haul. Disa gjëra që bën porosineve para 1-2 javësh, unë, mami dhe Aleksia, dhe do t'ju tregoj se çfarë mora unë. Shikoni ato dhe pastaj kthehemi prapë që t'ju tregoj se çfarë ka ndodhur me ne. Mora një tripod, sepse e kam një si ky në fakt, nuk është e lartë, ky është më i lartë akoma, kurse ai tjetri është shumë i madh. Edhe prandaj mora këtë që ishte pak më i vogël. Ka këto, shikoni këtu, si tunen këto, për t'u balancuar sa më mirë. Edhe hapet kështu, s'po e hap të gjithën ama. Ka 4 hapje, edhe ngjyra më pëlqen shumë, edhe si material është shumë i mirë. Më duket shumë i kollajshëm për të marrë me vete në fakt, edhe kështu i vockël. Dhe përveç kësaj, kutia kishte çantën, edhe përveç çantës kishte dhe majcen e telefonit. Që edhe kjo është shumë e mirë që përfshihet në paketim. Kjo duket sikur është shumë cilësore, po hajde vaja. Kam të tjera. Mora dhe një më të vogël në fakt, që se kam hapur fare tash do ta hapash me ju. Kjo është akoma më e kollajshme. Inshallah është e mirë. Inshallah është ajo që dua unë, ajo që kam dashur gjithë të kohën. Kjo është për ta marrë akoma më kollaj me vete. Si material duket shumë i fortë. Ka këtë pas ka mbajtje për telefon kjo, po nejse, s'ka problem. Hap lëviz në këtë mënyrë. Edhe në këtë mënyrë lëviz kjo, hale? Jo. E hapa. Okej. Mora vesh, pse ka qesh kjo? Okej. Është sa dera. Është sa lartësi e derës. 2.10. Dron galiba. Ha? Po e pas ka bazamentin shumë të mirë. E ka shumë të gjerë bazamentin. Më pëlqen. Iku dhe kjo. Kjo ishte për ta fiksuar. Ja, kështu. E berja tjetër e zgjuar që bëm, të dhja me Aleksin, është kjo çanta që përdoret për udhëtime. Ka këtë kapsen këtu, ka këtë ripin që mbahet kështu, ka këtë xhepin anësor, ka një xhep tjetër anësor që këtu vendosen këpucët, edhe është i thellë kështu, shikojni, është goxha i thellë nga brenda. Shumë i që e ka kështu me vete në fakt. Fut në një qese këpucët, edhe i fut këtu. Edhe ka këtë xhepin këtu anësor prap. 2 në fakt. Ajo kjo është nga xhep. Ka këtë këtu vetëm. Ka edhe brenda është kështu, ka dhe këtu një xhep tjetër anësor. Dhe mira e kësaj ishte që mbaj edhe në formë të tillë. Mbahet dhe kështu. Injoroj një Emren që po luan PlayStation. Dur. Cute! Mendova se kisha filmuar dhe shqyqy që e kapa në momentin e fillimit. Edhe nuk po flisja shumë. Nejse. Po thoja, ndoshta disa nga ju e din, ndoshta nuk e din, po ja u shpjegoj unë që Emreja duke qenë se është shtetas turk, ka nevojë për vizë për të gjitha shtetet europiane që do të vizitojë. Ashtu siç kemi ikur me vizë në Greqi, ashtu do ikim me vizë edhe në Itali.
Tani, ambasada italiane, ne na kishin thënë që është pak e vështirë për të marrë vizën, edhe kërkon shumë dokumenta, por menduam që nuk do ishte aq e vështirë. I bëm gati të gjitha dokumentat dhe i çuam. Në momentin që emreja i çoi, domethënë emreja ka lënë takim në datën 7 për në datën 16 mars. Dhe udhëtimi bëhet në datën 24 që i bie pas nesër që është e premte, se unë sot që është e mërkur po filmoj. I bëri të gjitha dokumentat gati, shkoi në datën 16 për të bërë takimin tek ambasada dhe i thanë që këtë dokumentin, kontratën e punës, duhet ta sjellësh të përkthyer, të notarizuar, edhe me vula postile. E përktheu emreja, e notarizoi, e çoi tek posta për të marrë vulën apostile, që vula apostile merret tek Ministria e Jashtme, dhe ato të postës i thanë që ky, duke qenë se nuk është dokument origjinal, nuk është kontratë origjinale, duhet një dokument tjetër, një vërtetim në shkrimi që është, domethënë që ky personi është vërtet duke punuar te kjo kompanie dhe kjo kompania i ka dhënë kontratën e punës. Shkuam që ta bënim këtë vërtetimin e nënshkrimit. Ishte shumë e vështirë për t'u bërë, gati e pamundur për t'u bërë, sepse kishin hequr nga përdorimi këtë lloj kontrate, dhe thanë që do bëjmë një kontratë origjinale. Tani ishte pak problematike, sepse duhej firma e administratores zyrës së emres, së punës së emres, që në fakt është pak e vështirë që të gjendet, sepse ka angazhime të tjera, po gjithsesi më në fund ajo vendosi që të merrte pak nga jeta e saj dhe nga puna e saj, që e falenderojmë, dhe të firmoste kontratën për emren, të bënte kontratë re. Domethënë emreja bëri kontratë re, e notarizoi, e përktheu prap nga fillimi, e çoi për vula apostile dhe kjo erdhi ditën e martë. Sepse këto dokumenta emreja i dorëzoi ditën e hënë tek posta, në orën 8 në mëngjes, dhe në orën 3, jo në orën 2 madje, 2:30, diçka e tillë, ai dokumenti ishte gati. Shkoi Aleksa e mori, e çoi pasaj te ambasada italiane, dhe sot që ishte e mërkurë e morën emrin telefone dhe i thanë që hajde sepse ajo pasaporta është gati, edhe është me vizë, edhe më në fund emreja mori vizën italiane, pavarësisht se nuk e mori vizë multi-entry siç ne e duam. E mori vetëm me 3 ditë, sa ne kemi udhëtimin, nëse çon si kanë, ne do ikim në Rom. Unë, emreja dhe një shoku i emres. Dhe kjo historia, unë mendova se mos do ikni mund dhe emreja dhe ai shoku i emres do në bashkoj, në fakt jam unë ajo e treta, sepse ai shoku i emres i kishte dhënë idenë emrin për ti kur të dy në Rom, dhe emreja kishte thënë, "Okej, në rregull, ikim, po do vi dhe e dashura ime", edhe më thon mua, "I'm the third wheel". Unë jam rrota e tretë. Nëse çon si ka, mua po të më thonë për në Rom, unë jam gati kur do herë, sepse Romën e dashuroj. Dhe ajo që doja t'ju tregoja, në fakt kjo është pak e gjatë, po i bie shkurt. Unë kur kam stres dhe kur kam dyshime për diçka, kërkoj shenja nga Zoti. Nuk e di nëse e bën ju apo jo. Dhe pardje i kam kërkuar shenja Zotit, i kam thënë në qoftë se emreja do e marri vizën dhe ne do ikim në Rom, të lutem më nxjerr 444. Sepse ishte gjë më e thjeshtë, domethënë që më vajti mendja, dhe thash, duke qenë se po bëj dimensionime këtu në kompjuter, në një moment do më dal 444 në qoftë se është për të bërë. Dhe që thoni ju, hapa një çokoladë pastaj në drek për të ngrënë, dhe sa po hapa çokoladën, numri që shikoj tek çokolata ishte ky. Urdhëroni 444 direkt. Përveç kësaj, tjetra, hyra në Instagram në orën 5:59. Shares. Okej? Dje kjo. Tjetra, doja të regjistrohesha tek një aplikacion, s'po ja tregoj emrin e aplikacionit. Dhe shikoni numri që më erdhi, ndërkohë që shikoni dhe emrin që luan. Ky ishte numri që më erdhi në mesazh për të regjistruar tek aplikacioni. Është e frikshme, po shumë gjë e bukur ama. Që Zoti më aprovoi dhe më tha, Danja, do ikni në Rom, kështu që mos u streso, se unë bëra keq. Bëra të merr keq. Është ora 11:20 dhe unë jam në këtë gjendje katastrofike, sepse akoma nuk kam vendosur se çfarë rrobash do marr me vete. Jam duke bërë çantën, emreja i gjeti nga 2 outfite, u vesh, u zhvesh, i bëri ato adetet e veta, kurse unë jam akoma në ajër. Shkuam sot tek Tegu, që të shikoni mos menim ndonjë robë, unë bleva një fustan të zi që do ja tregoj kur ta marra dhe kur ta vesh. Fytyra ime që nga bërë kështu katastrofë. Mora një fund kaf,
mora dhe një bluzë të bardhë. Tani bluzën e bardhë e odha për të larë, bashkë me rrobat të tjera. Jam shumë e stresuar, nuk di ç'të vesh. Atë fundin kafshë mora Emreja tha është shumë i bukur. Edhe vishe me bluzën e bardhë, po mua nuk më duket sikur ajo shkon. Nuk më duket sikur ajo bluza e bardhë shkon me fundin, sepse copat, materiali që kanë, nuk përputhen me njëra tjetrën. 2 days later. U bëm gati, shpejt e shpejt, unë ktheva nga puna, direkt hyra që bëra një dush, thava flokët, i shtriva pak me Dysonin, doja që t'i bëja pak me onde, në fakt, po e di që deri nesër nuk do më mbajnë, kështu që s'kishte asnjë kuptim, sens që t'i bëja me onde, t'i dridhja. Edhe tani po presim taksin që është duke ardhur për 5 minuta arin tek vendodhja dhe do nisemi. Kam shumë emocione. Shpresoj mos të kem harruar asgjë. Kam marrë këtë çantën e madhe. Ja. Kam marrë këtë. Që e pat në fillim fare, kam mbledhur mirë, goxha gjëra. Problemin e vetëm e kam tek xhaketat. Shpresoj që të jetë ngrohtë andaj dhe mos të plevitosem se kam marrë rroba të holla. Ky është problemi vetëm dhe jam gati së mulë. Çfarë ke? Ya şu yakışıklığa bak. Tövbe estağfurullah. Përshëndetje. Shumë i bukur je. Gati? Gati. Hajt. Hajde. E fike dritën? Ja. Shuaje. Gerek yok. Shtëpinë mos na I vini re, ha? Shikoni si është. Gelirse evi açık görsün. Rëmuj e gjallë. Arritëm në aeroport. Edhe ky është Mehmeti. Përshëndetje. Shqyr, kam mësuar përshëndetje. Çoki. Bravo. Mehmeti është kolegu I Emres. Po pin cigare çunat edhe pastaj do futemi që të kalojmë. Po thoja, do futemi që të bëjmë kontrollin e çantave, skanimin e pasaportave më thetash edhe të presim. Nisjen e kemi në orën 10 pa 5. Dhe jemi fix 2 orë përpara. Do lodhemi në qik, po hajt, s'ka gjë. T'ju tregoj pak outfitin, se si jam veshur. Kam veshur këtë bluzën e thjesht, xhaket, pantallona të gjata. Një sekond t'jull kështu. Edhe New Balance. Ne yapacağım şimdi? Konuş. Okey. Zara. Zara. And de facto. Aha. Turkish pazar. No, Koton. Reklam direkt. Yo, böyle reklam yapmıyoruz. Yapmıyor muyuz? Okay. Aha. Elsiva Kiki. Aha. Okay, Adidas. Bravo. 17 Shumë Pro bukur. Max. Gerek yok. 10 euro. 10 euro. Turkish old bazar. Bravo. Ti? Emre? Massimo Dutti. Mhm. Pellegrino. Yala. Tommy. This is fake. No original. Ulëm për të ngrënë tek Mr. Greek. Të shikojmë, do ketë ndonjë gjë të mirë apo jo për të ngrënë. Nga çmimet që pan ishin o zot, po threj qameti sa shtrenjtë. Po s'kemi që bëjmë se nuk hengrëm nga që nëzituam për të bërë gati. Edhe azurin, në e keqja këtu do hamë tani që bëjmë. Gati na ka dalë, nisja vetë në orën 9:55, ora është 9:23. Kam shtypin që supozoj të fillonim të futeshim neve në avion. Apo jo. Anyway, hengra një sufaqe. Edhe ku më bjen mua ato ushqime që kanë qime? Sa herë. Po isha ka që u rritur sa thjesht e hoqa me njanë atë pataten që kishte qime edhe hengra pjesën tjetër. Dhe siç ishte e pritshme, por nuk doja që ta besoja që mund të ndodhte,
Sapo bë shtyrja e parë e fluturimit. Supozohet të niseshim në orën 9:55, siç ju thash, dhe do nisemi në orën 10:30. Inshallah s'kemi probleme kur të kthehemi, se i bie diel edhe do kemi probleme pastaj me punën të hen. Siç ndodhi herën e kaluar që ndenjëm të Sonin. 16 orë. 18 orë në aeroport, se më të mirë. 18 duket. Bu arada benzin Jam ullu në dysheme se jam shumë e lodhur, më flihet gjumë, akoma s'kemi hipur në avion. Çona këtu po zgërdien si qeshuri, samimiyet kuruyoruz. Evet. Biliyorlar ya. kurse unë jam duke luajtur. Evet kanka çok iyi. One eternity later. incluse le sigarette elettroniche e i vaporizzatori a bordo, è severamente vietato. Më në fund arritëm ora 12 pa inqere kemi zbritur. Tani ora 12 e pak edhe zbritëm nga avioni. Edhe çunat ikën e më lanë vetë. Ikët, ha? Ha? Sen neredesin? Bravo. Sen neredesin? Hostes gibi en son geliyorsun. Buradayım. Mua nuk më pritet deri nesër, kështu që po ja u bë një apartment tour që tani. Atëherë, fillojmë këtu me derën. Këtu është hyrja kryesore. Dhe pastaj sa futesh këtu në krah të majt, ka një hyrje të tillë. Ah, pas ka dhe një krevat këtu. Ka një tualet. Oh, upsi. Ai. Jam dy pasyra përballë njëra tjetrës. I can't. Nuk mund të futem më tutje. Më rënqeti mishin. Një pasyra të lartë. Kjo, nuk i hap dot. Është kaq e vjetër sa kam frikë të futem në për gjëra të kontrolloj. Këtu pas ka një kuzhinë të vogël dhe të lezetshme. Këtej pastaj ka një tualet tjetër. Okej, këtu s'kemi. Pasyra s'jam përballë, pa hajde. Shi sa i lezetshëm dushi. Oh, sa cute. Ecim. Këtej pasqyra. Kemi prap dy pasqyra përballë me njëra tjetrën. Këtu që do flej Mehmeti, problemi madh. Pasqyrat përballë me njëra tjetrën, kush është i apasionuar pas historive paranormale, e di që krijoi një portal edhe ka hyrje dalje të fantazmave. Inshallah nuk na del ndonjë usam trembi me zoti ma. Inshallah nuk na del ndonjë budallik. Ecim. Dhe krevati këtu. Këtej kemi dhe hyrje këtej dhe hyrje këtej. Është një sallon. Pra pasqyrë, sa pasqyra ka. Që janë edhe përballë me njëra tjetrën, shumë të frikshme. Këtu, të shikoj nëse mund ta hap dretaren. Okej. Në të djathtë këtu tani ne kemi këtej, domethënë është Fontana di Trevi. Kështu që do lëvizim për pak. Këtu kemi një dollap gjigant. Edhe këtu është doma që do rim ne, që do flem domethënë ne. Prap me dollap gjigant. Sorry. It's okay. Ja. Cute. Këto pikturat sa të lezetshme. Shumë interesante. Ja, edhe një pasqyrë tjetër këtu. Ka vërtet Allah. vibe shumë të lezetshëm. Po unë s'rri dot në përvende që ka pasqyra përballë me njëra tjetrën, është shumë e frikshme. Nuk di si të e bëj. Pse? O, zoti madh. Kam shumë frikë. Edhe të kaloj këtu përballë këtyre kam frikë madje. As këtu s'rrihet. Tani neve do dalim edhe do shkojmë tek Fontana di Trevi. Duke qenë se është më pak njerëz, ka shumë pak njerëz domethënë. Çuna do bëjnë kafe. Do pinë kafe, pastaj do dalim. Mamma mia. Espresso. Buongiorno. Buongiorno. Il puerto della Roma espresso.
Pam një mi gjigant që hyri aty, kaloj për para këmbëve të mia. What the fuck? Tani po kalojmë këtu tek Fontana di Trevi. O sa lezetshëm, hera e parë që vi në dark. Se kam para asnjëherë. S'ka as shumë njerëz. Ja. Heyecan. Sa bukur. Right? Gel lan. Martinelli. Çekme bunları ya. Çekme ananı Çekme ananı çekme. Bak. Kaçtı. Sa të më... Sa mika... Sa të më dhenj! Bak burası dolu biliyor musun? Ja, sa... Bak burada bak gördün mü bak. Evet gördüm. Babam inte si gomerë. Babasının babası nasıl yapıyor böyle? Ua, sa të më dhenj. Shi. The next morning. Mirë mëngjesi nga dita jon e parë oficiale në Rom. Jemi bërë gati, çunat në fakt su zgjuan pak më herët që në orën 7 dhe dolën jashtë këtu te Trevi, bën xhiro, bën foto? Did you take photos? Did you take photos? Foto çektin mi? Okej. Kurse unë ngrita me nge, u vesha, u bëra gati, bëra një qik make-up, edhe t'ju tregoj dhe outfitin që kam veshur sot. Kam veshur këtë fustankën e bukur që e mora tek, ku e mora? Tek H&M. Kam veshur geta të trasha poshtë, ngjyrë mishi, edhe këto getat me pika, inshallah s'po ngrisën edhe të lëndam rrugës. Kurse nga këpucët kam veshur këto gazelet, sepse do vesh edhe një xhaket beige sipër, që të mos kem ftohtë se jam njeri plevitosur dhe ju e dini. Kështu që ky është outfiti. Se harrova. Kam vendosur edhe një fjongo të tillë. Cutesy. Yes. Edhe unaska, këto unazat që i kam bler kur ikëm në Athinë. Këtë në fakt do e heq që të mos të prishë estetikën e outfitit. Edhe ja ku jemi. Po presim të dalim reja nga Haleja, edhe të nisemi të dalim të bëjmë xhiro, të bëjmë edhe foto të bukura. Tani do ju tregojmë edhe se çfarë ka veshur Mehmeti. Meşhur Mehmeti. Një sekond Mehmeti, se Mehmeti është shumë i gjatë. Shikoni sa i gjatë është nga unë. Kam se nga këto. Uzun. Tashi, Mehmeti ka veshur një bluzë këmish është kjo, bluzë polo, se ka këtë jakën. Polo. Git. Ka veshur pantallona të thjeshta, ngjyrë mund të duken si të bardha, po janë pak kështu si në gri, si në bezh. Buneri? Krem. Shiko se din më mirë këta se unë. Edhe atlete të bardha. Ne atlete? Adidas. Atleta Adidas. Që tha i ka marrë një sekond tani. Tha i ka marrë atletet që të eci, po aq sa kishte dalë vërdall te Fontana di Trevi, i kishin vrarë këmbët. A gjo mu? A janë? Şişmiş biraz. Dün uçaktan. Janë nejtur këmbët sot dje nga fluturimi. Uçak bu kadar. Nga që s'kishte shumë vend, nuk kishte shumë hapësirë tek sendiljet. Nga që është i gjatë. Shikoni do diferencën. Tash i të presim Emren. Emre! Patates kızartıyor. Emreja po skuq patate. Kështu i thonë këta menderosjes. Po skuq patate. Oh, Fendi. Böyle reklam olsun bak şimdi. Böyle geçeceğim. Çok saçma. Mehmeti tha. Mehmet dedi ki
Në qoftë se na çon në Rom të premte, se ishte problemi i vizës, do të blej një orgesë. Okej, o pregej, Rolex. Rolex me Rolex Ne, sistemi, nuk na hapim ben. Hublot. Ne? Hublot. Hublot mu? Seiko ishte ürün. Seiko? Evet, çok seviyorum Seiko. Seiko. Shi si ta me ndere me mua ky. E çova në Rom, dhe thot tash jo, ta ble Rolex sot, nuk ta ble Gesi, nuk të shkon Gesi, më tha mua herën e parë. Tash po më thot Hublot. Hubloti se kam dëgjuar asnjëherë. Hublotun e pahalı bir marka mı? Ortalama. Rolex kadar değil tabii ama. Ortak Hiç duymadım. Hublot. Göstereceğim sana. Hadi bakalım. Şimdi mi göstereyim? Evet. Nuk do marr. Arkadaşlar Azia. kötü konuşuyorsa yorumlarda ne konuştuğunu yazın lütfen. Në qoftë se po flet keq për mua, thot, bëni komente që ti lexoj ti përkthej komentet. Që nga Nora nga 1400 euro, Bugucci. Ha, bu Gucci. Ama bu Shiç bëjnë. Princeshat. Ayakları şunu istersen almayayım. kırparız. Shikoni pak se ç'bëhet këtej sot. Sa njerëz ka. Ç'a bën ti? Ulëm të ham nga një gjë, por osi të ndjem të dhe ikën tani të futen të shikojnë Panteonin nga brenda. Doja të vendosja mikrofonin, që të flisja më qartë me mikrofon, por me sa duket kam harruar të marr fishin që lidh mikrofonin me kamerën. Mendje. E po thoja, unë nuk u futa, se kam hyrë 2 herë, kam parë 2 herë Panteonin nga brenda, nuk është se ka ndonjë gjë wow, po që është ajo pjesa e hapur e tavanit, që është lezetshëm, edhe ato skulpturat rreth e qarkut. Për që më mirë ndenja këtu, bëm porosi, ndi porosia të ham, edhe pastaj do lëvizim, do shkojmë te Koloseu. Kështu e kemi planin për momentin. Dolën statujat e Romës. Statujat e Turqisë në Rom. Të gjithë për një foto andej me pasyrën, kurse këta ja kanë gjetur radhën kështu. Fake foto. Bëm foto u kënaqëm, nëse do kishim pritur të marrim radhën aty, do bënim 1-2 foto maksimumi, se normale nuk mund të rish aty shtator, kur të tjerët presin në radhë. Edhe ja gjetëm radhën me kamerën. Po ju nuk e patë se si e bëm, në fakt ja t'ja u tregoj. Pris. Gjit biras? Move? Nolë. Atere. Kamera këtu. E kthyem kështu. E kthyem kështu. Ben dolanıyorum. Bir isteğiniz var mı? Ja, po jemi, juve do shikonin që kështu kamerë. Ben de gidiyorum. Do shikoni kështu videon, doja të thoja. Por kështu u bën fotografit që janë super të famshme për kishën Sant Ignacio, në mos gaboj e kishte. Kur gjithë njerëzit presin tek radha, ne e gjejmë mënyrën vetë. YouTube kanalın için önemli, faydalı. Özellikle küçük çocukların da öğreneceği bilgiler paylaşacağım şimdi. Şimdi bu az önce gezmiş olduğumuz kilise Can you speak in English? o kadar akıcı konuşamayabilirim. Sen çevirirsin. Yo. Evet. Şimdi az önceki gezmiş olduğumuz kilise. Anlamadığın noktada sen dahil ol ya da istersen şimdi canlı çevir. Evet, şimdi çevireceğim. O zaman baştan Kisha që sapo vizituam thot, kisha këtu që ju tregova. Ne dedin?
Az önceki kilise. Evet, az önce gezmiş olduğumuz kilise 1650 yılında Aziz 1650. 1650. 50, okej. Në 1650-ën. Po. Aha. 1650 yılında Aziz Saint Lorenzo Pellegrini adına yapılmış. E bëri ky personi që përmendi emrin Emreja. Evet. 17. yüzyılda maddi yetersizlikten kaynaklı kubbeyi tam olarak bitiremeyip o yüzden ünlü bir ressama 3 boyutlu çizim yaptırıyorlar. Këtu mu doj shtruri, nuk përkthej dot asgjë. Beynim yandı. 1650 yılında Aziz Saint Lorenzo Pellegrini adına yapılıyor. Anladın mı? Anladım. Ha, tamam. Çevirdim. Aha. Okey, tamam. Daha sonrasında kilisenin üst taraflarına Aha. ünlü mimarisine sahip yani ünlü ressam Mehmetus Çetinelus olarak Ja. Po ja fut kot, nuk po përkthej asgjë, ik varja, se s'dori do merrem me këta të dy unë. Oh. Dhe unë që po e dëgjoja me kështu me vëmendje, t'ju përktheja ndonjë informacion. hatırlamadım. İyi Korean ndaj tash. Ya tamam, ressamın Yok, adını yok, hatırlamadım. yok. Tamam bak. Daha sonrasında kubbe Ya hiç gerek yok. Andrea Pozzo ressamın adı söyle. Andrea Pozzo'ymuş. Andrea Pezo. Dur, yanlış biliyorum. Unë këtë radhë as nuk po bëj plane, as nuk po udhëheq rrugën, as nuk po bëj asgjë. Ja kam lënë të gjitha çunave. Çuna. Çuna. Çuna Persian değil. çocuklar demek. Yok. Sen de gel. Just one, please. 5 büyük ressamın olabilir. Sa po arritëm tek shkallët spanjolle, the Spanish Steps. Edhe shikoni pak se sa bukur me këto lulet e bardha edhe roz. Ama ka shumë njerëz të merr. E erdhëm të bëjmë ndonjë fotografi të bukur, po nuk e di se si do i bëjmë fotografinë me kaq shumë njerëz. Është bërë kaq vap tani, është ora 11 deri nga ora 3 kam shtypje që do jetë 24 gradë. Do jetë vdekje. Unë e hoqa edhe fanellën, e hoqa edhe xhekin që kisha veshur që në mëngjes se ishte shumë ftohtë. Dhe jemi në këtë pikën që jemi tani. Çekiyor musun? Evet. Şimdi az önceki İspanyol basamaklarının tarihçisi olarak da biz 2. Carlo Ancelotti dönemine dayanıyor. İspanyol basamaklarını yaptıkları dönemde Vinicius Junior'ı en üste koyuyorlar. Ben burada su içmek. Beni çekmiyor musun? Jo. Haydi. Atlat. Haydi. Ne bakıyorsunuz anlamadım. Çingene. Apo s'janë këta për të dalë më jo, Klangjo. Şum, turp, Nuk janë këta për të ecur. köylü, villager. Hajde, hajde do hambuk. Do hambuk. Aleykümselam, formal. Bonjour. It's salumi. Roma insanları bu arada çok kaba. Çünkü Ne? günaydın diyorum. Buongiorno. Ama cevap alamıyorum. Bak Hiç kızlarla kimse- taş kağıt makas oynayacağım. Ya dur. Ne? Hani? Makas oynayacaktım. Niye ha? Onlarla. Sen çekecektin işte onu. Ben çekiyorum. Sen niye kaçtın? Yalnız ben seni tanımıyorum. Ben taş kağıt Anksiyetten makas tuttu, değil oynarken, hayır, taş kağıt makas oynarken ben kaçarım. Yalnız bir şey diyeceğim. Söyle. Roma'da dünyanın en iyi McDonald's olduğunu biliyor muydun? Hayır. McDonald's haram. Ne? Kemi ardhur tek Origano. Po, shaka, Origano, ku kemi ardhur dhe përpara, ku kemi qenë në 2023, nuk e se kemi qenë herë fundit me grupin. Edhe mbajmë që kishte pizza edhe makarona shumë të mira. Ngelëm të gjithë të kënaqur, kështu që vendosa që t'i sjell këtu djemt. Pavarësisht se mora edhe një sugjerim nga Kela, ai kolege,
Por me shumë mundësi do vem të darkë sepse ishte afër Koloseut ajo. Edhe Koloseu nga këtu e kemi pak larg. Kush mori lasagna se unë isha në tualet kur i zjodhen? Makarna. Nejse, morën një lloj spaghetti, kurse unë mora, që mora unë njoh, duket se mora. S'më mend, ishin vegane. Ti provoj se si janë. Ishin me pesto, basilico. Ne var? Beğenmedin. Ağır gibi ama hafif de. Give me your phone. Hiç böyle bir lazanya yememiştim daha öncesinde. Güzel mi yoksa değil mi? Normal ama yenir. Did you like the food? No. No? This maybe lasagna. Senin yediğin I güzeldi. like it. Lasagna. And the one I took. Ajo gjëja që mora unë, ajo ishte njoki me pesto edhe me pomodorini. Edhe ju pëlqeu shumë. Unë hangra vetëm çerekun edhe pastaj e hangrën çunat. Tani që ta merrni vesh ju, Fontana di Trevi është bërë me pagesë dhe bileta për të hyrë aty poshtë është 2 euro. Do mbash radhën këtej, futesh edhe kalon zbret pastaj poshtë tek pjesa e fontanës. Pjesa e çfarë quhet? Shatërvanit. Ora 1:10 dhe këtu po bëhet nami. Është hera 3 që vi në Rom edhe prap mahnitem nga bukuria e Koloseut. Nuk ja u shpjegoj dot, domethënë se çfarë qefi i madh është ta shikosh sa i bukur është. Këtu kemi dhe arkun e Titos. Mos gaboj. Shi sa njerëz ka. Bëm 100 milion fotografi te ky vendi këtu lart, ku 100 dalin milyon evet katılıyorum. 1 milyon tane fotoğraf çekilir. Evet. Ne kadar? 1 milyon. 100 milyon. 100 100 milyon. Evet. 100 milyon. 100. Niçin? Po. E tani do vem të ham gjykundi akullore. Na ndodhi një situatë komike tani. Mbaruam së ngrani akullore tek një vend këtu afër Trevit. Edhe erdhi porosia dhe ishte kështu pik 5. Ajo fatura se dash porosia. Aldın mı sen? Neyi? Aldın mı? Aldım. Shikoni tani. E shikoni Bak. këtë pezjeqen. Bu parayı beğenmedi adam. Yapıyorlar. Çok da bir şey anlaşılıyor ya. İngilizce de konuşmuyor. Erdhi, ishte kështu pakistanez, më duket, nuk e di, indiana, nuk e di se çfarë ishte. Edhe kur erdhi të na thoshte nëse do paguani me kartë apo me cash, po fliste shumë shpejt, po edhe nga që nuk e fliste shumë qartë anglishten. Edhe u duk sikur po fliste kështu si edhe Mehmeti sa i ai. Dhe pastaj kur solli faturën, Emreja pagoi dhe si thash e la dhe këtë pik 50-qen, e la pik 50-qen, 50 centin, e la kështu bakshish. Ai e pa edhe tha 50 tha, 50 cent do lesh bakshishi tha. Mehmeti, nasıl tha një tane. Ama Arnavutluğu savun bak. Üzerine 50 cent daha koyunca Monçeri'den bir kahve içiyorsun. Yok artık. Evet. Ya abartıyorsun. Hiç bahşişi beğenmiyorsun. Öyle. Evet. Oluyor bazen, evet. Soktu çünkü bize o yüzden. Daha çok istiyorlar, daha çok bekliyorlar. Si pëlqeu bakshishi 50 cent, do të jam Alır. ora nga inati, miq si pëlqeu. Oh, Şimdi bunu diqa çeşmeye qeshuri. atacağım. Belediyesi kazandı. Do ta ecë tani te ajo thot te Fontana di Trevi edhe le ta marr shteti thot. Po shkojmë tek uji, tek qyteti i ujit, nën Fontana di Trevi.
basıp gidiyormuş. Gerçekten. Ne yapıyorsun be? Böyle mi çekiyorsun peki beni yani? Çekmedim ama tamam, iyi ki gösterdin. Çekilsene biraz. Sen de mi çekeceksin ya? Ama yapmayın bak. Buongiorno. Hello. Kimse seslenmiyor ama bak aşağıdaki kalabalığı görüyor musun? Evet. Hello. Hello. Oj. Bunlar salak. Shikoni pak se ç'më ka ndodhur mua. Shikojni, krahët. Supat më sakt. Si jam djegur kështu, Bir sefer oluyor bir daha olmuyor. janë puritur. Acaba ben de U kthem në shtëpi sepse çunat kanë një mendje të keqe që të rim të çlodhemi ca, edhe pastaj të dalim më vonë, edhe mos të kthehemi më për të fjetur në darkë. Të vim në mëngjes të marrim vetëm çantat që të bëjmë check-outin. Pastaj të ikim tek Vatikani, edhe kaq. E pastaj të kthehemi në Tiranë. Mos të flem gjithë natën. Ta kaloj të mendsh. Unë për të fjetur dua të fle dhe duhet të fle, se jam e vdekur, madje sot me zi jam zgjuar në mëngjes. Për të fjetur vetë nuk flet dot se kam frikë. Shiko, nuk ndodhi gjë dje, ose dhe mund të kenë ndodhur. Po unë kam që kaq e lodhur sa nuk më ngrinte as edhe një gjë. Të shpresojmë që s'ka ndodhur gjë gjatë natës, sepse kam fjetur kështu si me frikë, me merak. Po që më duhet shumë e frikshme kjo gjëja që të rim gjithë natën pa gjumë, pastaj do vejmë në Shqipëri, do udhtojmë, do lodhemi prap nga udhtimi, nga fluturimi, pastaj do vejmë në shtëpi. Kur arim në shtëpi neve, në 5 nisemi, nga ora 7 zereni do arim. Qa 7:30, 8 fare. I bie pastaj të vejmë në shtëpi, të bëjmë dush edhe gjumë, direkt. Nuk e di, do ja mbosh mendjen që mos ta bëjmë këtë gaf, këtë budallik, që të rim pa gjumë. Djemt kanë hyrë të bëjnë dush, dhe kjo është gjendja ime. Po përdoja kaq shumë ta hiqja fustanin, sa vendosa më mirë po vesh bijamet sipër fustanit, edhe të ringrot, se sikur u fto koha afto çik si tepër. Madje unë të ndrohem tani se do lëvizim prapë, po që kur erdhëm ishim shumë të lodhur, edhe i kam këmbët, i kam themrat, ato këpucët që kam veshur, që vesha me fustanin që e kombinova me jaketën. Ua, s'po flas dot, po merret goja. Këpucët që thash gazellët, nuk ishin fare të rehatshme. Më të më dhem tabani këmbës sa nuk jo shpjegoj dot. Por, shqyqy që kam marrë New Balance, do vesh ato edhe sot kur të dalim. Pastaj edhe nesër që të jem rehat. Dolëm tani, shikoj kanë hequr plerat që ishin dje. Fare var. Që kishte minj. Dolëm tani të shkojmë për të ngrënë se na griu. Barku im po bën gërvër. Ka nuk e di se sa orë që bën kështu, një orë e gjysëm. Po shkojmë, tash ku po shkojmë tek Piazza Navona. Ayıp. 2 erkek oturuyor, bana yer vermiyorlar diyeceksin değil mi? Aynen. Demeyeceğim ya. Erdhëm në një vend që emreja pa nga Google Maps që kishte vlerësimin 4.9 nga 5 dhe porositëm pizza. Unë mora një pizza marinara, emreja mori bufala, kurse Mehmeti mori napoletana. Dhe mora edhe 2 Napoli. Mora edhe 2 frite, quheshin ato. Një ishte me ne? Diego Armando Maradona. Njëra ishte me oriz, domate dhe mozzarella, tjetra ishte me krem djathi, patlıcan. Se që kështë edhe një gjë tjetër. Patlıcan mı aldın siz benim için? Nejse, të shikoj njërë. Janë si këto. Her sokaklarda sesleri var. Kjo gjëja këtu, nuk e di, nuk kam provuar ndonjëherë, kështu që do e provoj. Haydi git.
Hayır, bak beni çekiyor ya. Lanet olsun ya. Sosyal Hani anksiyete. bunu istedin? Pro alacağız ama oradan almadık. Yine almadık. Ne? Alacaktık oradan. Ne? Pro. U shkrinë, s'kam pira në një pi alkolike që të den. Farelerin geldiği yer burası. Aşkım benimle dalga geçiyor ya. Dalga mı geçiyor? Evet. Okej, erdhëm deri tek Castel Sant'Angelo, e pam nga jashtë kështu si duket. Pam edhe këta engjëjt që janë këtu të ura, edhe tani po kthehemi. Çay getir oğlum. Yağlı müşteri geldi. Şarkılar burada. Geçiyoruz ya. Erdhëm tek Mr. 100 Tiramisu, që të marrim tiramisu. Edhe ka radhë. Puna është që duke qenë se mbyllen për pak, nuk mund të ulemi, mund t'i marrim vetëm me vete. Kështu që do e bëjmë porosin tani, po shikojmë menun nga Instagrami. Po e shikojmë këtu menun. Evet, ne istiyorsun? Edhe do porosisim. Ora 11:25 dhe shikoni ç'bëhet akoma te Fontana di Trevi. Sa shumë njerëz. Një tiramisu me pistachio, ar kokosi edhe pistachio prap. Copës ar kokosi. Faleminderit. Të bëftë të mirë. Faleminderit. Tebrikler. Një tjetër me bu ne? Ashkito? Lajthi. Çfarë është kjo? Mandalina. Mandarina lajthi edhe kaq, besoj. E tjetra e imja është me nune shtry dhe biskot dhe Nutella. Bobosa të embële mora unë. Nuk e doja ka është embël. The next day. Mirë mëngjesi nga dita e diel dhe unë jam lyer dhe jam bërë shumë e bukur prapë sepse do vem sot në Vatikan që shpresoj dhe uroj të futemi brenda. Vajti ora natë. Në fakt nuk e dini që ose do kemi shumë kohë, por nejse do e provojmë. Tani, po la jenët përpara se të dalim, me qenë se këta na kishim edhe një qeskë këtu me furç të re, kështu sfungjer të ri. Edhe i bie që duhet i pastrojmë përpara se të ikim. Dhe përveç kësaj, ai djali që na futi në dhomë, atë ditë që erdhëm, na tha që duhet të hidhni dhe plerat. Tani, okej, unë e kuptoj që shtëpia duhet mbajtur pastër aty ku vete, duhet të rish si në shtëpinë tënde, më the të thash. Por më duket e tepërt që unë që kam dhënë një qerreve lek, të vetë të hedhe dhe plerat. Për çfarë i paguaj ato lekun? Që t'i bëj unë të gjitha? S'më bën sens. Edhe është hera e parë që më rastis, si në një shtet europian, si në Shqipëri, që do thot i zoti i shtëpisë duhet të hedhësh edhe plerat. Se nuk është hera e parë që udhëtoj, edhe nuk është hera e parë që udhëtoj në Europë, për më tepër. Kështu që interesante kjo gjë. Tani do të marrim edhe plerat, i hedhim. Edhe përveç kësaj, plerat duhen hedhur në një vend të caktuar, jo aty ku duam ne. Që prapë më duket shumë e çuditshme. Më thanë duar, të kreditose. Outfiti i ditës së sotme, dhe jo të regoj nga ana tjetër, se kam ndryqime të bukur. Tani të bëjmë outfit checkun. Kam veshur një bluzë nga H&M që e bleva, kur e bleva ditën e njëjtë, një ditë përpara se të niseshim. Fundin e bleva tek... Kur blem fundin? Waikiki, LC Waikiki. Besoj duket mirë, inshallah nuk më ngrihet ky astar i rrugës edhe të dalë zbuluar fare. Edhe New Balance sepse janë shumë të rehatshme. Shiko si janë shtrirë të dy si demat e zylos. Njeri këtu, tjetri këtu. Edhe punët i bëj unë pastaj, plerat i marr unë, enët i laj unë, se jam çup. Do ta hedh monedën që këtu thot me që se lanë të futej brenda se do të paguajnë. Para da çıkacağız. Jetë zoti ja hedhi ndo njerit në kokë për të sen të zotit. Hadi devam et. Bizim için atıyoruz.
Haydi. Dilek diledim. Sağlık, huzur, mutluluk. Arnavutluğa döndüğüm zaman güzel bir kızla tanışmayı da umut ediyorum. İnşallah. Uroj për shëndet, për shëndet, për bashka, ne, sallëk, mutluluk, lumturi, edhe kur të kthehet në Shqipëri të gjej lek, Girlfriend. edhe të gjej edhe një të dashur kur të kthehet në Shqipëri, thot. Shikoni pak radhën e njerëzve. Shikoni. İzdiham. Ne. Sıraya mı gireceğiz? İzdiham. Ju thash që njerëzit që vinë për të futur tek Vatikani dhe për më tepër të dielën e fundit të muajit që është falas, vinë edhe presin në radhë me orë të tëra. Madje ka nga ata që mund ngrihen edhe në orën 5 të mëngjesit, domethënë 5 të jenë këtu, që të zenë radhë edhe të futen. Tani një pjesë e mirë po lëvizin, po futen shumë shpejt, po se di se ku po vënë. Një pjesë po qëndrojnë, nuk e di. Neve nuk arrim dot, kjo është e sigurt. U bëm të bukur kot. Jam që kem rëzitur që s'u futëm dot në Vatikan, të them të drejtën. Se u veshëm bukur, do bënim edhe foto të bukura. Po s'ka që t'i vim këte rrugëve. I lam valigjet, paguam lekët, erdhëm tani të ham mëngjes, pastaj do vim vërdall, në për dyqane, nuk e di çfarë duan të bëjnë çunat. Pastaj do ham drekën, ose jo, do marrim valigjet, do ham drekën dhe do nisemi për në aeroport, se duhet jemi në aeroport në orën 3. Dhe në orën 5 kemi nisjen. Edhe mbaron udhëtimi jon këtu në Rom për këtë radhë. Dhe duke qenë se nuk e pam dot Vatikanin, Muzeun e Vatikanit këtë herë, do shikojmë herë tjetër, do vim prap. Are we coming again in Roma? Nasipse yaşamak için olur, yoksa da uzun bir süre. Roma'da mı yaşamak için? Gerçekten. Ne? Yani bir daha gelir miyiz Roma'ya? Yaşamak için gelmek, yani iş bulursak, eğer iş sahibi olan insanlar varsa Çok money lazım, çok money. Duan të fillojnë punë këta të ben shkathit. 1000 euroya taşınırım. Po, me 10.000 euro në muaj, do të fillojnë punë këtu në Rom. Komentoni çik juve që jetoni në Rom apo juve që jetoni në Itali. Haricinde uzun süre Sa janë shpenzimet edhe rrogat këtu në Itali që ta marrin vesh çunat. Ne söylemem gerekiyor? Bilmiyorum. Sen en son Sen tekrar gelecek misin? Tekrar gelecek miyim? Evet, Vatikan'ın içini görmek için tekrar ziyaret edeceğim. Hayır ama İspanya önce. Do në Spanjë, okey, ondan sonra. pastaj prap në Rom. Buraya ara vermem. Üst üste gelirsek midemiz bulanır. Evet. Nëse vi prap, thot njëra pas tjetrës më përzihet, thot. Teşekkür ediyorum. Boz. Nasıl? Güzel. Të bëftë mirë. Eyvallah. Buon appetito. Eyvallah. Jo, buon appetito dedim. Hello, my friend. I have 2 omelets. One here, One there. here. Oh, what you make? YouTube video? Yes. Hello. Hello, guys. We're at Rome in Barmoretto. Okay. Like, share, and subscribe. Thank you. You're welcome. Hello, my friend. Buon appetito. Jo, İtalyanca söyle. Grazie. 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 Sen söylemedin. Eyvallah. Eyvallah. Morëm akullor ka... Tani do ikim do vim gjiro. Se ku do vim? Një zot e di. Oggi è caldo, vabbè. Considera il caldo. Shkova te Douglas, mora 3 serume që i marr gjithmonë të Dropology, se më kanë sjell në vete fytyrën që në 2023 që kam shkuar herën e fundit, herën e dytë domethënë. Edhe bleva dhe një furç make-upi, furç foundationi të Kylie Cosmetics. Tani pam një vend këtu afër. Dur, kok më hiç. Yani, daha iyi. Një vend afër Douglasit që ka kështu si tip panajiri, kanë dalë njerëzit edhe shesin gjëra artizanale, shesin libra, bijuteri, gjëra të ndryshme. Shumë lezetshëm. Më duket sikur jam në Greqi kur bëhen ato laikitë.
Erdhëm dhe tek Bazilika di San Pietro. Nuk do futemi brenda, ka që është maksimumi që mund të futemi. Harova t'ju tregoja vethët që bleva tek ai panajiri. Janë këto. Më duke shumë cute. Edhe i pëlqeu dhe emreja, kështu që i mora, ishin 5 euro. Ullëm të ham drek se po vdesim, edhe pastaj do nisemi për në aeroport. Kemi porositur, quna në fakt porosite në Aperol Spritz, me që se kam provuar asnjëherë, unë kam provuar dhe nuk më pëlqen, porosita Coca-Cola, që s'ma kanë sjell akoma. Edhe morëm edhe makarona. Po unë që nga mqore, mua s'm da kanë syt. Coca-Cola ishte këtu. Nuk e vura re fare se u fokusova te Aperolet e djemve. Sa turp, shikojeni. Zoti mat, lodhja bëm të vetën. Më në fund pash ravioli plot në pjatë, në Tiranë vetëm 4 copë të sjellin për turp të zotit. Bu İtalya'dan makarna silmadan. Bu normal. Ravioli, al, Evet, dene. ravioli. Arnavutlar daha çok yapıyor bunu. Evet. Size ait bir yemek bu. Yo, Evet. O zaman buradan çaldınız. evet. Peki içinde peynir mi var yoksa Peynir ve ıspanak. Peynir ve ıspanak. peynir ve ıspanak değil mi? Evet. Biliyorum. Çfarë more ti? Fettuccine Alfredo edhe gnocchi me pesto. Hajde, buon appetito, buon appetito. Yorulduk. Bittik. Eşit. Kaput. 5 milyon. Abla gel. Valizini koy. Ku sa po arritëm ne? Në aeroport. Edhe nuk ka... Okej, po dalë këtë më mirë. Jemi në aeroport, është ora 3. Jemi fix 2 orë për para udhëtimit, në orën 5 nisemi, duhet të vend të marrim biletën e Emirates, duke qenë se është me vizë, duhet shkoj të bëj check-inin tek Avion. check-ini, duhet marr biletën, domethënë se nuk doli këtu te aplikacioni, nuk e di pse. Mehmetit i doli, Emirates nuk i del. Gjithmonë kështu i ka ndodhur. Pastaj fillon avazi te pasaportat, çantat, më the thash. Edhe arrim në shtëpi dhe ky është fundi i udhëtimit dhe unë këtu në Rom po e mbyll edhe videon e kësaj radhe. Kështu që mos harroni të bëni subscribe, like, share, comments, të më ndiqni në rrjetet e mia sociale në TikTok dhe në Instagram. Më shumë në Instagram sepse jam më shumë aktive, ja u them gjithmonë këtë gjë. Dhe bashkë të shihemi në videon e radhës. Ju putë dhe ju përshapoj të gjithëve. Bye! Ciao!